Këtë marrëveshje e kanë kaluar në heshtje varri Kim Jong-un i Koresë së Veriut, Irani i Ajetullahve dhe Tirana e narko e Ramaduros. Kur në parlament ish ministri jashtëm Tritan Shehu u ngrit me të drejtë për shëndeti dhe që siç e tham atë duhet ta bënte kryetari i parlamentit të hapte seancën me të. Përgjigja e zëdhënësit e Edi Ramës ballës ishte se prit se presidenti nuk ka shkuar në Jeruzalem akoma. Tani presidenti bëri udhëtimin epik të tij, se udhëtim epik ai mund të bëjë udhëtime shumë të tjera, po si ky udhëtim nuk do ketë të dytë, dhe këta heshtin në një akt jashtëzakonisht domethënës dhe absurd. As Plumbesha nuk thot një fjalë, as Harami i presidencës nuk shkruan një rjesht në Twitter, Edi Rama jo, çka flet për një qëndrim të qartë, identik me të Teheranit dhe të Koresë Veriut. Ndërkohë, Shqipëria është vend antar i NATO-s. Shqipëria është një vend me lidhje të forta miqësore me Izraelin, por e vërteta është dhe me Shtetin e Palestinës. Ne tani e njohën, por ne kemi pas të njohur. Ne nuk kemi ndërpre asnjëherë njohjen e Shtetit palestinez. Dhe këtu ka patur gjithnjë ambasador të akredituar. Në vit të hapjes vendit kam pritur si Shimon Peres, ashtu dhe Yasser Arafat në Tiranë. Pra, ne kemi një veçanti në marrëdhëniet me hebrejt, sepse është një trashëgimi e jashtëzakonshme. Ajo që na lanë parasit e virtutshëm gjatë luftës dytë botërore, në një kohë kur tjerët nuk e bën, shqiptarët e bën. Ajo është është një nga trashëgimit ose krahas tolerancë fetare, ajo është një nga trashëgimit më të shkëlqyera që kemi ne. Por ne kemi simpatit tona, kemi miqësinë tonë, edhe me kombin arab në tërësi dhe kombet arabet, themi, apo kombin palestinez në këtë rast, lidhjet tradicionale me këto vende, dhe se që ndodhi me telefonin e Tiranës, atë pse ky telefon të funksionoj me Teheranin dhe me Fenjanin, do të merret vesh në javë që vjen, por ky është një qëndrim i dënueshëm. Dhe unë dënoj absolutisht, thellësisht, qëndrimin që mbajnë ndaj një marrëveshje e cila të cilën e përshëndeten
edhe ata që Donald Trump i ka cilësuar kundërshtar, dhe që janë faktuar fakt kundërshtarët e tij, në Shtetet Bashkuara të Amerikës vetë. Kurse Shqipëria Shqipëria narkoshteti shqiptar hesht si fije e barit.